Një realitet i ri po krijohet në terren dhe bashkë me të po ndryshon edhe mënyra se si duhet të kuptohet dialogu Kosovë-Serbi. Zhvillimet e fundit të rreth hapjes së urës së hibrid dhe ndryshimi i qëndrimeve të aktorëve ndërkombëtar tregojnë se ajo që dikur konsiderohej e pamundur, sot po bëhet realitet. Për Ron Gjinovcin, ky ndryshim nuk është thjesht një çështje simbolike, por dëshmi e terrenit politik dhe e institucioneve në veri të Kosovës se ka ndryshuar në mënyrë thelbësore. Në reagimin e tij në Facebook, Gjinovci argumenton se ky realitet i ri duhet të ndryshojë edhe vetë natyrën e negociatave me Serbinë, për cilët bota sot. Sipas tij, Kosova nuk duhet të vazhdojë të negociojë për gjëra që tashmë i ka arritur në terren, por ta zhvendos fokusin drejt një marrëveshjeje përfundimtare e njohës, reciproke dhe normalizimit të plotë të marrëdhënieve me Serbinë. Në vijim, postimi i tij plot një realitet i ri, një dialog krejt tjetër, si po ndryshon gjithçka në negociatat Kosovë-Serbi, bashkë me qëndrimet e ndërkombëtarëve. Hapja urës së hibrid dhe pajtimi i BE-s dhe NATO-s për hapjen e saj nuk është as rastësi, as ndërrim disponimi, është në thelb ndërrim realiteti. Ju kujtohet kur u tentu hapja e urës, NATO vendosi karabinierët për me pengu hapjen e saj. Çka bani qeveria e Kosovës? I ndërtoi dy ura tjera në afërsi në të dy anët e urës ekzistuese, me çrast të relevanca praktike e kësaj ure të mbyllur humbi pothuajse tërësisht. Ajo mbeti një simbol për të cilin nuk ka më kuptim me angazhu personel ushtarak për me mbajt mbyllur, sepse urat po ndërtohen gjithandej në pribër. Përmes këtij shembulli, du me tregu se si ka me ndryshu tërësisht edhe natyra e negociatave Kosovë-Serbi. Kjo për shkak se prej stagnimit të negociatave viteve të fundit terreni ka ndryshuar radikalisht. Në fakt, ndërprerja formale e dialogut nuk ka pas, por procesi është ngadalësu dhe pezullu politikisht, fillimisht nga zhvillimet politike në Kosovë dhe tash edhe nga zgjedhjet në Serbi, ndërkohë realiteti në veri ka ndryshuar në mënyrë fundamentale. Për më shumë se një dekadë, Kosova ka hyrë në negociata me Serbinë nga një pozitë jo e favorshme. Një prej argumenteve kryesore që është përdorur vazhdimisht drejt Kosovës ka qenë se ajo nuk e kontrollonte plotësisht një pjesë të territorit të vet, se atje funksionojnë strukturat paralele të Serbisë, se ligjet e Kosovës nuk zbatoheshin plotësisht dhe se një pjesë e popullsisë serbe nuk funksiononte brenda sistemit institucional të Kosovës. Pikërisht për këtë arsye, një pjesë e madhe e negociatave është zhvilluar rreth veriut dhe integrimit të tij në sistemin institucional të Kosovës. Edhe kur është arrit integrimi formal i strukturave serbe, rezultati shpesh ka qenë paradoksal. Policët, gjyqtarët, prokurorët dhe strukturat e tjera formalisht janë futur në institucionet e Kosovës, por një pjesë e tyre kanë vazhduar me veprën në ndikimin dhe koordinimin politik të Serbisë. Pra Kosova formalisht e fitonte integrimin, ndërsa Serbia ruante një pjesë të konsiderueshme të kontrollit real. Sot situata është krejt tjetër. Policia, gjyqësia, prokuroria dhe institucionet e tjera të Kosovës funksionojnë në veri si pjesë e sistemit të Kosovës. Pas dorëheqjeve masive të policëve, gjyqtarëve dhe prokurorëve serb dhe zhvillimeve që pasuan tentativa për me sfidu shtetin e Kosovës përmes barikadave dhe strukturave alternative, përfundoi në praktik duke u dobësuar edhe më shumë pranira e institucioneve të Serbisë në veri. Dhe këtu lind pyetja kryesore: çka negociohet tash ndërmjet Kosovës dhe Serbisë? Në të kalumen, kishte një logjik sado e pafavorshme për Kosovën që të negociojë për atë pjesë të territorit ku shteti nuk ushtronte plotësisht autoritetin e vet, por tash, kur ky realitet ka ndryshuar në terren, Kosova nuk ka arsye me negociu përsëri me fitu diçka që tashmë e ka. Natyrisht, mund dhe duhet me u negociu për përmirësimin e jetës së serbëve të Kosovës, për të drejtat e tyre, për integrimin dhe raportin e tyre me institucionet. Kjo është në interes të vetë Kosovës, sepse ata janë qytetarë të Kosovës dhe duhet me jetu me ne, sikurse ne me ta. Por kjo nuk ka qenë asnjëherë krejt interesi i Serbisë në dialog. Serbia ka tentuar vazhdimisht me kriju një formë autonomie politike për serbët e Kosovës, ose së paku mekanizma që në të ardhmen do të mund ta shtynin Kosovën drejt një lloji federalizmi. Modeli ekstrem i kësaj logjike është Bosnia dhe Hercegovina, një shtet ku strukturat e brendshme politike ja mundsojnë Republikës Srpska me blloku vendime fundamentale dhe rrjedhimisht me kufizu funksionalitetin e krejt shtetit. Kosova sot nuk ka arsye me pranu një model të tillë dhe as me dhënë koncesione të reja vetëm për me zgjidh problemin që tashmë janë te i kalu në terren. Këtu shndron një ndryshim fundamental i negociatave të ardhshme. Në negociata ai që kontrollon terrenin e ka edhe pozitën më të fortë në tavolinë.
Kosova sot ushtron sovranitetin dhe autoritetin institucional në veri në një shkallë që nuk e ka ushtruar asnjë fazë tjetër të dialogut me Serbinë. Për këtë arsye, kur negociatat të rifillojnë seriozisht në natyra e tyre, ka më qenë krejt tjetër prej asaj që e mësume pa gjatë më shumë se një dekade. Nuk kam kuptim që Kosova të negociojë pafundësisht me Serbinë për mënyrën se si organizohet brenda territorit të vet. Tema duhet me kalu prej rregullimit të brendshëm të Kosovës te raporti ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Nëse Kosova bën ndonjë kompromis të ri, ai duhet me u bë vetëm në funksion të një marrëveshjeje përfundimtare, njohjes reciproke dhe normalizimit të plotë të marrëdhënieve. Dikun Kosova negocionte me Serbinë për me fitu në tavolinë atë që nuk e kishte në terren. Sot, atë që dikur e kërkonte në tavolinë në masë të madhe e ka në terren, dhe kjo ka me ndryshu krejt natyrën negociatave. Ashtu si dikur BE-ja përpiqej me e mbaur në hibrid tem diskutimi me Serbinë, sot pajtohet që ajo me u hap dhe me u menaxhu nga policia e Kosovës pa negociu fare me Serbinë. Kështu do të ndodh me plot tema të tjera derisa të mbërrihet e marrëveshja përfundimtare e normalizimit të marrëdhënieve Serbi-Kosovë.